Si të son një vendim atje gjykatës kushtetuese ku ktheu emrin e Josip Broz Titos në shishën. Para sa ishte gjunha, shqipe. Gjunha, po. Dëgjoj, unë e kuptoj njerëzit që më fynë, më shajnë, për arsye se për ta si me thonë të shiftet. Nuk keni luftuar atje. Qa do të thotë për ne luftuar? Unë 2 dekada thuja se me zotin Kurti kemi qenë ullur, jo për shkak në aktivitetin, familje. Kjo është e kundër dhe asaj që ka rukëtu. Një njeri që edhe kur absolutisht, kjo t'i tërsu në krejt qenjen e ti. Pi marëm shumë, hajde për diskutojnë për rasin Kumanova ata zë. Po, ke vllahun atje. Ka qëndru me javë tëra aty. Duke diskutu se si duhet luftohet Maqedonia, se shka duhet me bëhe, si duhet mu bashku me shqiptare. E sot rima kanë qenë këta djeme, qërë sakrifice kanë bëhe. Dhe tani? Që 6 vite në pushtet, e sidomos me ardhen e Vlenit në pushtet, ata të mërësisht kështë trajtohen edhe pse, se me thonë, po thamë një diçka pa lejen e tyne për shkak që kërkojnë për mos me kriju deshprim, demoralizim. Ata edhe maltretohen, edhe kështë përdorën, edhe heqen, edhe familjet e tyne heqen, dhe me thonë, asni dorë, asni kurgjë nuk e ki në raport me rasin Kumanova. Kurti i djeshëm, u kishtë të thënë atyre, me mu, situata? Me mu situata, ata do të kthehen në Kosovë, familjarët me ty në meritojnë ndihmë, edhe e funit kjo është kuptimi i dorës së shtetit. Për me qenë më i qartë, nësë përdu me e përdorë si rast. Për nëse e sheh se se ka përdorë dhe grupin Kumanova, se edhe grupi Kumanova me fuqin politike në atë kohë që e ka pas, ka qenë promotor kryesori i fitores së zgjedhjeve të Kurtit. Sot nuk e ki, vuajnë në mënyrë të tmerrshme, familjarëve të këtij grupi ju kushton me mirëqenie, ju kushton me obligime të mëdha. Do të më bëjë sakrificë të mëdha, nuk kanë kujdese shëndetësore, aty asgjë nuk kanë, janë sikur me jetu ose sikur me qenë në burg dikun në Somali, me trajtim me gjithçka që ka ndodhur. Ky ka lidhje ashtë afta me Mickovsin, ka lidhje ashtë afta me Vlenin, kur vjen Vlenin në pushtet, i rrej maltreton edhe ky smerët heq me disa djem, për në cilën të rrethon muj me i qujtë. Unë madje jam kursy, mës me përmend, për shkak që mës me i bon shënjesër të fyrjeve. Kur i fat Jashari fyhet çdo vlerë e këtij veni, madje ky jep edhe donacione, buxhet jep njerëzve si cilët kanë agjenda me përballë të shqiptarëve, absolutisht. Nuk ka diskutim, nuk ka politikan më të damshëm se cili burgosor meriton trajtohet me ligjin fuqi që kanë bëjnë me drejtat e ligjit themelore të njerëzit. Ju po absolutisht iki ambasadë, raportoni, po denonconi shkelet këtyre drejtave. Absolutisht, më aty shkelet më drastike të drejtave të burgosëve shkelen. Në shteti ynë as telefonin thu nuk ka shkel. Absolutisht asgjë nuk bën. Nuk lëviz asnjë gjë. Asnjë si themni, asnjë buk. Asnjë kurrë familjeve. Jo mos është habitshme, kjo është kështu, domethënë me po opinioni. Unë po them për shkak të rrethonave jam kursy. Mos me diskutu. Po hiç mos shoh vllave jam, absolutisht. Aty është kushtet e burgjeve janë të tmerrshme. Sjellja e policëve edhe njësive elite Maqedonia në raport me ta maltretojnë, i rrehin, i kanë pushtruar në prezencë familjarëve. A i keni raportuar të data në institucionet të ndryshme? Nuk i ku me raportu në Maqedoni. Është një avokat i popullit, Ne kemi dërguar edhe shkresë avokatit të popullit, i kemi dërguar edhe ambasadës tonë, edhe ambasadave të huaja. Ambasadat e huaja kanë kontaktu, ambasada jonë kush nuk na ka kontaktu. Absolutisht, ajo e ka detyrë, obligim me shku me vizitu. Shtetasit e saj, po? Absolutisht, s'ka shku asnjëherë. Janë gjendje të tmerrshme shëndetësore, kanë probleme edhe me shëndetin, edhe me plak, kanë probleme edhe me gjendjen, edhe
me moshën, kanë problem edhe me qeshje si qenë dhëmbët e kështu. S'kan tretman. Aspekte shëndetësore, po. Gjithën asnjë familjarët kujdesin për ushqimin, familjarët kujdesin për veshmbathjen. Edhe ky kur vjen janë të shkundur, të shtangun, të të dorëzuar, ata nuk dorëzohen. Habitun, që është mundur shteti mos me ju nuk është qëllimi i këtij diskutimi mes nesh, ishte veç si vazhdi saj me se shumë njerëz sfidojnë ti s'po merresh me grupin Kumanova. Pikërisht nuk jam marr. Pikërisht sa marr se kam pas edhe familjarët mi që kanë qenë ministrë të drejtësisë, edhe s'kan marr me asnjë situata, përveç se i kanë rrajt dhe i kanë mashtru. Edhe i kanë degradu edhe mazi, edhe i kanë demoralizu edhe më shumë. Edhe kjo është fakt, i dhimbshëm, po është fakt, jo për ta përdorur. Se ishte bëre Kosova marrëveshje për që të dënuarit të vuajnë dënimin në Kosovë. Ishte me Danimarkën, apo me cilin vend ishte? Po me Danimarkën ishte. Dhe pse mos ta bëj Kosova një marrëveshje të ngjashme bilaterale dhe me Maqedoninë, me këdo tjetër që shtetasit një vendit, si që është i Kosovës, apo i një vendit tjetër, ta vuajnë dënimit dhe në Kosovë, mase për familjarët të ishte më lehtë të vizitojnë të afërmit e tyre. Po gjithçka ishte më lehtë edhe në këtë diskutim, unë asë nuk po kërkoj, asë ata nuk kërkojnë diçka që nuk është e bazuar e mbështetur në ligjen e marrëveshje. Po kjo tregon që ky pushtet e këta njerëz, për cilët sot po tham për një njeriu që e dallon të keqen nga të mirat, që e dallon shërbimin e drejtë, që e dallon politikonin e mirë, ky pushtet është veç mashtrues dhe pa aftë me bën. Edhe kemi marrëveshjen me Danimarkën, kjo ka qenë, si me thonë, gati, ashtu edhe është shqetësu, kjo ka qenë e pushteteve të kalume. Po, ky pushtet është i nuk është praktik, po them me pa zakon, është praktik e zakon pushtetet. Në kuadër të marrëdhënieve bilaterale, dy palë dekzojnë fushat e bashkëpunimit, edhe një prej tyre mund të jetë edhe drejtësia ata. Jo, unë po tregoj kështu edhe për te i saj. Palës Maqedonia rasti Kumanova i kushton shumë në raport financiare të kujdesit e të sigurisë. Ata, si me thënë, janë të gatshëm, kanë qenë të gatshëm çdo herë me rregullu këtë çështje edhe mu liru prej atij rasti. Do të thonë ata janë të gatshëm, për ka mungu palës toni, ka mungu gatishmëria me s'ka pas asnjë diskutim, nuk ka asnjë nismë, nuk ka asnjë iniciativë. Kjo nuk është gjë e mirë, çfarë po thua? Po kjo është e vërteta.